Peter Rafting Albania Group. Por si janë ndier fituesit pas disa orës së lodhje në ujërat e Osumit, por që patjetër nuk kanë dalë pa gjë. Ata na thonë se sporti rafting është një aventurë që nuk mund të shpjegohet me fjalë, dhe kënaqësia që të dhuron është e veçantë pasi përballesh në të njëjtën kohë me rrezikun, dashurinë për veten dhe si përfundim fitoren dhe sfidën që i bën natyrës duke kaluar një terren jo të thjeshtë. Ishte një sfidë mjaft e bukur dhe u gëzova shumë që skuadra ime fitoi këtë garë. Unë jam i turiste këtu në Shqipëri dhe më ka bërë përshtypje bukuria e këtij vendi dhe them se ka mjaft alternativa dhe terren për zhvillimin e sportit rafting këtu. Fitoren time ja dedikoj fëmijëve dhe gjithashtu edhe shoqatës Albania Rafting Group, si dhe kompanisë Ylta. Më shumë se sa fakti që mora çmimin e tretë, është kënaqësi vetë sporti, kështu që nuk ka rëndësi çmimi, rëndësi ka aktiviteti. Gjëja e bukur këtu është që Shqipëria ka vende shumë të bukura, siç është kanjoni i Osumit, prandaj them që të gjithëve ta provojnë se do ndjehen më mirë. Si u duk kjo sfidë? Shumë e këndshme, shumë e bukur. Rëndësishme ishte që të merrje pjesë dhe që ta ndaje këtë kënaqësi me pjesëtarët e tjerë të grupit. Pastaj çmimi është diçka plus dhe më shumë. Kujt ja dedikoni çmimin? Jo thjesht ja dedikoj Zamirit dhe kam përshtypjen të gjithë i duhet t'i themi një falënderim shumë të madh që arriti që nëpërmjet këtij sporti të bukur të promovoj një nga vlerat e veçanta të Beratit. Ishte një eksperiencë shumë e mirë. Shqipëria shumë e bukur, Berati si qytet shumë pëlqej. Unë domethënë që vi për herë të parë, do më pëlqej jashtë. Kanjohen ngecet bënën pak të ujnat e cekta. Ngecim ca, po kalon pak me vështirësi. Falenderojmë shumë Yltën për mbështetjen e këtij aktiviteti sportiv dhe shpresojmë të kemi bashkëpunime me Yltën. Presidenti i shoqatës Albania Rafting Group Zamir Spathara tha për mikrofonin në Ora News se qëllimi i shoqatës që ai drejton është sensibilizimi i qytetarëve për aplikimin e sportit rafting në Shqipëri, promovimi i turizmit, vlerave natyrore dhe mbrojtja e ambientit. Antarësimi i qytetarëve shqiptar në shoqatën Albania Rafting Group është jo vetëm një antarësim individual, por një përfaqësim i vërtetë i vlerave të identitetit shqiptar dhe të bukurive të natyrës sonë. Për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme të arrij të sensibilizoj këtë lloj sporti në Shqipëri. Para shumë vjen i parë që kam futur këtë sport në Shqipëri. Eksperiencën e parë kam marrë në Itali, ndërroja që ta bëja edhe këtë aktivitet dhe në Shqipëri, mendoj që po arrihet, se po zgjerohet me fjalë aktiviteti, po shikoj që ka edhe pjesëmarrje goxha të rinjve dhe për mua kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Unë kam qenë i parë që kam zbuluar kanionet e Osumit, që të gjithë i kanë quajtur si Coloradot e Shqipërisë, pse jo janë Coloradot e Europës, dhe është një diçka që ne duhet ta promovojmë këtë lloj sporti, sepse ky vlen dhe për sport dhe për turizëm dhe për të mbajtur afër të brezin e ri që të paktën mos të ri rrugë, por të merret me sport, të merret me turizëm, merret me çdo gjë të bukur me fjalë që kemi ne. Kemi garuar në mënyrë personale, kemi garuar nëpërmjet edhe shoqatave të tjera, ne kemi një binjakëzime si me shoqatat Grupo Kanoe Terni që është në Itali. Ata na kanë dhënë edhe asistencën e parë, për fjalë kemi garuar me ata në Itali, kemi garuar këtu në Shqipëri në kanionin e Osumit, kemi garuar në Shkumbin, në Vjos dhe nuk numërohen disa ne është gati i viti 15 që merremi me këto. Nuk kanë imagjinoar sa gara do kemi bërë. Kërkesat për të bashkuar në shoqatën tonë janë shumë të thjeshta. Thjesht aplikohet me fjalë tek website-i jonë që është www.grupo Albania Rafting Group dhe sipas formularëve që ne kemi me fjalë që Sa është numri? Deri tani numri ka vajtur mbi 200. Domethënë mbi 200 ka kaluar, më thënë. Kjo e sotshme ishte edhe përzierë me personat që ishin amatorë, s'kishin bërë ndonjëherë. Dhe kjo ishte qëllimi jonë që ne ti stimulojmë, të mësojnë, që dhe ata nesër të jenë edhe ata guida të mira për të drejtuar grupe goxha të tjerë. Ndërkaq që zëvendës presidentja e shoqatës Rafting në Shqipëri, Blerina Ago, është prehur mbi rëndësinë e këtij aktiviteti për vendin tonë. Sot për herë të parë në Shqipëri u zhvillua maratona e sportit rafting, e para në llojin e vet. Dhe ne sot zhvilluam aktivitetin Rafting Day Berat, ku u zhvillua një maraton simbolike me sportdashës të rafting dhe gjithashtu synimi ynë kryesor është promovimi i këtij sporti, jo vetëm Berat, jo vetëm Republikën e Shqipërisë, por gjithashtu edhe në mbar botën, pasi siç e pat dhe ju, të ftuar ishin personalitete nga gjithë bota, mbështetësa të ndër vite dhe sportdashës të rafting. Kjo aktivitet u organizua nga Albania Rafting Group
në bashkëpunim me Bashkinë e Beratit. Por ne patëm shumë mbështetësa dhe sponsor të aktivitetit, ku nuk mund të harrojmë pa përmendur televizionin Ora News. Falenderojmë atë që na dha më shumë energji, kompaninë Yldon me produktet e saj. Një tjetër çmim special i këtij eventi ka qenë edhe shporta e mikpritjes, e cila ju dhurua miqve të ardhur nga Xhamajka. Është dhuruar në mënyrë simbolike nga atasheu kulturor i ambasadës italiane Ardiano Oziani. Me anë të shportës simbolike të miqësisë, u dhuruan edhe bluzat me logon e Albania Rafting Group dhe disa produkte të qytetit të Beratit. Albania Rafting Group ka shoqëruar te kanionet e lumit Osum jo vetëm qytetarë të Shqipërisë, por edhe qytetarë të 7 kontinenteve të botës. Personalitete të mëdha e kanë quajtur ato mrekullitë e Europës. Sot Albania Rafting Group ka një zhvillim të madh dhe njohje të gjerë. Me një staf të komplektuar tashmë anëtar të saj, janë të apasionuarit e sportit rafting nga gjithë Shqipëria dhe bota. Në ditët në vazhdim aktivitetet të tjera do të vazhdojnë që të na shoqërojnë me risi dhe alternativa të reja zbavitje, ku patjetër që kompania Yldon do të jetë e pranishme me mbështetjen e saj.